Historia jote e suksesit është pak kështu si balon fluturuese që dal nga dal, po ka qenë vetëm në ngjitje, është rritur. Edhe mbas 10 vitesh eksperiencë do doja shumë që sipërmarrësve të ri ti jepje tre këshilla, tre leksione mësime që ti ke nxjerr nga përvoja jote si sipërmarrëse. Po e thuni balon i cili është në ngjitje duket gjithë shajni edhe gjithë vizëllim edhe bukuri, mirë, po nuk ka qenë rrugë e drejtë edhe pa grupa edhe pa ups and downs. Gabimi numër 1 është me mendu që nuk ka gabime. Gjithë rrugtimi i biznesit është trial and error. Provo edhe gabo edhe mëso edhe ngritu prap vazhdo. E mira jonë është që nuk kemi ndalë asnjëherë me rënat nivelin e viktimizimit ose me u marrë shumë me pjesën e ankesës ose me mendimin se çka po shkon keq. E kemi te kalu me një lehtësi pak ma të shpejt. Ka pas shumë gabime, ka pas gabime fillimisht. Kemi gabu me gjetjen e lokacionit, kemi mendu që kemi qenë të vogël, nuk e kemi pas atë vizionin e hapun ku kemi me arrit pak ma vonë. Gabime tjera ka pas në negocim. Në fillim, sidomos ndije shumë inferior se të mungon vetbesimi, mendon që nuk den sa duhet, nuk je vetvetja, del prej vetës, bosh dikush që si e, kështu që mendoj që t'isha kthy në kohë e kisha stresu vetën pak ma pak, ndoshta, ose kisha qenë pak ma pak vetë kritike, edhe mos me tentu me qenë perfekcionist, perfekcioni nuk ekziston dhe ndonjëherë t'len mrapa dhe të prit me i bo gjana si duhet i shtyn shumë ose te i kalon kohën që duhet me realizu. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.